neve shikojmë që nga Testamenti i Vjetër na të rritet vëmendja ose i të rritet vëmendja atyre njerëzve pendohu. Tek Testamenti i Ri kemi Jezusin që e nis predikimet e tij, mësimet e tij me pendoh. Kemi apostujt, tashmë Pjetrin te kapitulli 3 vargu 19, pendohuni dhe kthehu. Pjetri dhe Pali kanë të njëjtin mesazh, për të bërë një krahasim ose një paralelizëm. Tek Veprat 2:38 Pjetri thot: pendohuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Pali kapitulli 17 shkon në Athinë dhe thot dhe atje në shesh, Perëndia urdhëron tani të gjithë njerëzit kudo të pendohen. Pani vazhdon gjithashtu tek letra e tij tek e 2 Korintasve, thohet: trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim, kurse trishtimi i botës sjell vdekje. Vini re që pendimi sipas Perëndis sjell trishtim, sjell kthim dhe sjell në fund shpëtim.